Shpërthimet e fruthit në mbar botën kanë vënë në alarm edhe autoritetet shëndetësore në vendin tonë. Vetëm gjatë muajit mars 2025 në Fier janë identifikuar 9 raste tek fëmijët e pavaksinuar. Sipas mjekes epidemiologe Anila Moçi, rasti i parë i konfirmuar ka qenë një fëmijë i cili pas qëndrimit 2 javor në Itali është kthyer i infektuar, pasi prindrit e tij kishin refuzuar bërjen e vaksinës kundër fruthit. Një tjetër vatër infeksioni shpërtheu më pas në një kopësht dhe pavarësisht se të gjithë fëmijët e prekur janë trajtuar në spital dhe aktualisht janë në gjendje të mirë shëndetësore, mjekja Moçi paralajmëron rrezikun e përhapjes së fruthit në rast refuzimit të vaksinës. Ka një qarkullim goxha të fruthit në moshën pediatrike dhe sidomos të pavaksinuarit. Siç e dini dhe juve, një individ që të mbrohet nga sëmundja e fruthit duhet të ketë bërë 2 vaksina, një në moshën 12 muajsh dhe një në moshën 5 vjeç, që të krijojë imunitet, por ka dhe raste të cilët nuk arrin ta krijojnë këtë imunitet. Prandaj duhet të vaksinohen që të gjithë, që të mbrojmë dhe personat që nuk mund të vaksinohen, që janë rastet që s'mund të vaksinohen për arsyet e ndryshme shëndetësore apo probleme të tjera. Mjekja epidemiologe pohon gjithashtu se vaksinimi mbetet mbrojtja më e sigurt ndaj kësaj sëmundje, duke kundërshtuar zërat se vaksina kundër fruthit shkakton autizëm. Debati i autizmit unë ndihem jo mirë që është thënë e stërthënë. Është në shumë vite më përpara. Nëse kishim një artikull që tregonte për 8 fëmijë, ka artikuj të tërë, ka OBSH-ja, CDC-ja, institutet e të gjithë botën e kanë vërtetuar që autizmi nuk shkaktohet nga vaksina e fruthit. Gjithsesi, keni shumë të drejtë, kemi një rritje të zërave antivaksin, madje ka dhe një rënje prej vitesh të mbulesës vaksinale në lidhje me vaksinën e fruthit. Dhe në Fier kemi një grup, nuk dua të shënjëzoj, po kemi një grup individësh, religioni mund ta them, që refuzojnë vaksinën e fruthit. Jemi në kohë, pasi tani në muajin prill ne kemi javën europiane të vaksinimit dhe për këtë arsye ne do të bëjmë dhe një takim me gjithë grupet e interesit. Pra me qendrat shëndetësore, me personeli që mbulon me vaksinim, do të bëjmë me zërat antivaksin. Një shpërthim i tillë i fruthit në Fier është regjistruar në vitin 2018, ku në qarkun e Fierit u prekën 8 persona. Përballë kësaj situate, mjekja Moçi u ka bërë apel të gjitha institucioneve arsimore parashkollore dhe shkollore të mos pranojnë fëmijë të pavaksinuar sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit, pasi bëhen shkak për përhapjen e fruthit dhe te fëmijët e tjerë.